4 fjali që të bëjnë magnetik ndaj çdo njeriu. Përshëndetje. Nëse je këtu, ka shumë gjasa që dikur ke ndjer atë ndjesinë e zbrazët, flet me dikë, por ndihesh sikur je duke folur me një mur. Ose ndoshta je ti ai që ndihet i padukshëm në biseda. Dhe pastaj vjen një person, vetëm një, dhe sapo hap gojen, të gjithë kthehen nga ai. Të gjithë duan të jenë afër ti. Të gjithë ndihen mirë pranë ti. Cila është sekreti i tij? Para? Bukuri? Karizëm hynor? Jo. Janë vetëm 4 fraza të thjeshta. 4 fraza që, kur i përdor siç duhet, të kthejnë në një magnet njerëzor. Dhe sot do të jap të 4, një nga një, me shpjegime të thella, stoicizëm, psikologji moderne, neuroshkencë dhe shembuj nga jeta reale që mund t'i përdorësh nesër. Qëndro deri në fund, sepse në do të jap një pyetje magjike që zëvendëson si je dhe ndryshon krejt energjinë e çdo bisede. Gati? Le të fillojmë. Fjala e parë. Fjala e parë është të kuptoj. Në italisht tingëllon akoma më bukur, ti capisco. Por forca nuk është te tingëllima, është te kuptimi i thellë që i jep tjetri. Shiko, çdo njeri në këtë planet ka një nevojë bazë, primitive, që vjen që nga foshnjëria të ndihet i parë. Kur një bebe qan dhe nëna i thot, e di që je i uritur, e di që të vemb, bebi qetësohet edhe para se ta ushqej. Pse? Sepse u kuptua. Tani imagjino të njëjtën gjë me një të rritur. Shefi yt të ankohet që je vonuar. Shoku yt është nervoz sepse e lan. Nëna jote të thot që ti nuk e telefonon kurrë. Reagimi ynë i parë instiktiv është të mbrohemi, të justifikohemi, të kundërshtojmë. Por nëse në atë moment ti ndalon dhe i thua vetëm, të kuptoj vërtet që je i mërzitur tani për tani. Çfarë ndodh në tru? Amigdala, ajo pjesë e vogël që aktivizohet kur ndihemi të sulmuar, fillon të qetësohet brenda pak sekondash. Niveli i kortizolit, hormoni i stresit, bie. Dhe personi kalon nga modaliteti luftë ose ik në modalitetin lidhje. Stoikët thoshin, nuk janë ngjarjet që na trazojnë, por mendimi që kemi për to. Kur ti thua të kuptoj, ti i tregon tjetrit që mendimi i tij është i vlefshëm. Edhe nëse nuk je dakord me faktet, ti pranon emocionin. Dhe emocioni është gjithmonë i vërtetë. Shembull praktik. Djali yt vjen nga shkolla dhe të thotë, mësuesja është e padrejtë, më dha 7 pa arsye. Versioni i vjetër yt, se di ti të mësosh, prandaj të dha 7. Versioni i ri, të kuptoj ndihesh vërtet i padrejtësuar tani për tani. Pastaj hesh 3 sekonda. Në 90 rasteve, vetë djali do të thotë, megjithatë ndoshta nuk e dija mirë temat. Sepse ti dhe hapësirë të ndihet i kuptuar dhe ai uli mbrojtjen vetë. Provon nesër. Do të mahnitesh. Fjala e dytë. Fjala e dytë ka kuptim. Në italisht, ha senso. Kjo është arma sekrete kur dikush ka një mendim të ndin krejtësisht të kundërt. Shumica e njerëzve kur dëgjojnë një opinion që nuk u pëlqen, bëjnë një nga këto 2 gabime, e kundërshtojnë menjëherë, jo, gabim, kështu nuk është. E injorojnë dhe ndërrojnë temë. Të dyja këto i bëjnë tjetrin të ndihet i pavlerësuar. Por kur ti thua ka kuptim, ti bën një pasqyrim emocional. Ti i tregon, unë e dëgjova logjikën tënde dhe e respektova arsyetimin, edhe nëse nuk jam 100% dakord. Kjo është teknika nërnje që përdorin negociatorët e FBIs kur flasin me pengmarrës. Ata kur nuk thonë je gabim. Thonë e kuptoj pse mendon kështu, ka kuptim që ndihesh i tradhtuar. Dhe brenda pak minutash pengmarrësi fillon të dorëzohet. Pse? Sepse nevojat e tij emocionale u plotësuan. Shembull nga jeta reale. Bashkëshortja jote të thotë, ti kur nuk më ndihmon në shtëpi, unë lodhem. Reagimi i vjetër, po çfarë thua, unë të holla ti sjell. Reagimi i ri, ka kuptim që ndihesh e lodhur, ti bën gjithë punët e shtëpisë dhe unë jam gjithë ditën jashtë. Është normale të ndihesh kështu. Pastaj shton, çfarë do të ndihmonte më shumë që unë të bëja? Biseda nga konflikt çndrohet në bashkëpunim brenda 15 sekondash. Magji? Jo. Neuroshkencë dhe stoicizëm i aplikuar. Fjala e tretë. Fjala e tretë është më e vështira për egon, ke të drejtë. Në italisht, hai ragione ose thjesht giusto. Shumica e njerëzve e shohin pranimin e gabimit si humbje. Stoikët e shihnin si fitore të madhe. Mark Aureli, perandori i Romës, shkruante çdo ditë në ditarin e tij gabimet që kishte bërë dhe çfarë kishte mësuar. Pse? Sepse ai e dinte, personi që pranon të vërtetën bëhet më i fortë, jo më i dobët. Kur ti thua dikujt ke të drejtë, ti bën 3 gjëra njëherësh, ul mbrojtjen e tjetrit, sepse ai ndihet i validuar. Rrit besueshmërinë tënde, sepse tregon që je i sinqert. Forcon lidhjen, sepse tregon që ti vlerëson të vërtetën më shumë se egon. Shembull i thjeshtë.
Në punë, kolegu yt të thotë, mendoj që ky dizajn do të funksiononte më mirë nëse e zhvendosim butonin këtu. Ti e ke menduar ndryshe, por kur e sheh po, ka të drejtë. Në vend të thotë, po shikohet, unë e kam projektuar gjithë ditën, thuaj. Ke të drejtë. Në fakt, kur e zhvendosim këtu rrjedha është më e qartë. Faleminderit që ma the. Çfarë ndodh? Kolegu bëhet avokati yt më i madh në çdo mbledhje të ardhshme. Sepse ti e bëre të ndihet i zgjuar dhe i rëndësishëm. Dhe ti fitove aleat, jo armik. Fjala e katërt. Fjala e katërt është më e fuqishmja dhe më e rralla, po të dëgjoj. Në italisht, ti sto ascoltando. Në një botë ku çdo njeri flet një herësh, rrjete sociale, telefona, njoftime, të dëgjosh vërtet dik është dhurata më e madhe që mund t'i japësh. Jo të dëgjosh duke pritur radhën tënde për të folur, por të dëgjosh me gjithë qenien. Pa telefon në dorë. Pa shmangur shikimin. Pa menduar çfarë do të thuash ti. Kur ti thua dikuj, po të dëgjoj vazhdo, jam këtu, ti jep diçka që 99% e njerëzve nuk e marrin kurrë, vëmendje të plodh. Studimet tregojnë që kur dikush ndihet vërtet i dëgjuar, niveli i oksitocinës, hormoni i lidhjes, rritet një lloj sikur përqafohet. Pra, ti krijon intimitet pa prekur askënd. Shembull praktik. Shoku yt të telefonon dhe është në krizë. Ti je duke ngrënë darkë. Versioni i vjetër, po aha ok, ndërsa kontrollon Instagramin. Versioni i ri, i lë pirunin, i ul zërin dhe i them. Po të dëgjoj. Jam këtu. Më thuaj çfarë të rëndon më shumë tani. Heshtje 3 sekonda. Pastaj ai qan ose qesh ose fillon të flasë vërtet. Dhe pas 10 minutash të thotë, faleminderit, askush nuk më ka dëgjuar kështu ndonjëherë. Kjo është magjia e vërtetë. Këshilla bonus, pyetja magjike. Tani erdhi momenti që të premtova. Në vend të sije, pyetje që 99% e njerëzve e përgjigjen automatikisht mirë dhe mbaron biseda, përdor këtë. Më thuaj diçka të bukur që të ka ndodhur kohët e fundit. Në italisht, dimmi qualcosa di bello. Kjo pyetje bën 4 gjëra, thyen rutinën me njëherë. E detyron trurin të kërkojë diçka pozitive, efekti i priming psikologjik. E bën tjetrin të ndihet i rëndësishëm, sepse ti do të dëgjosh diçka personale. Ndryshon energjinë e gjithë bisedës në pozitiv. Provove me një shok javën e kaluar. I thash, më thuaj diçka të bukur. Ai ndaloi, buzëqeshi dhe më tregoi për një mesazh që i kishte ardhur nga vajza e tij 8 vjeçare. Babi je heroi im. Pastaj biseda zgjati 40 minuta dhe u bë një nga më të bukurat që kemi pasur ndonjëherë. Përfundim. Pra, ja ku i ke 4 fjalët magjike, të kuptoj. Ka kuptim. Ke të drejtë. Po të dëgjoj. Dhe pyetjen bonus, më thuaj diçka të bukur. Nuk të kërkoj të besosh fjalët e mia. Të kërkoj vetëm një gjë, provo të paktën njërin prej tyre nesër me dikë që do. Pastaj ktheu këtu dhe më shkruaj në komente çfarë ndodhi. Sepse kur i përdor këto fraza me sinqeritet, njerëzit nuk do të duan të largohen prej teje. Do të duan të jenë pranë teje. Sepse ti u bëre personi që i bën të ndihen të parë, të kuptuar dhe të dashur. Faleminderit që më dëgjuat deri në fund. Nëse videoja të shërbeu, shtyp like dhe subscribe që të mos humbasësh të tjerat. Dhe mos haro, bota nuk ka nevojë për më shumë njerëz që flasin. Ka nevojë për më shumë njerëz që dinë të dëgjojnë dhe të kuptojnë. Shihemi në videon tjetër. Qendro magnetik.